4 çifte që kanë atë kimin e vërtet mes tyre, atë që të djeg shpirtin e të lë pa gjumë, le t'i zbërthejmë. 1. Dashi dhe Luani, mbretërit e flakës, këta të dy kur hyjnë në një dhomë, të gjithë të tjerët ulin kokën. Nuk është thjesht dashuri, është pushtet, si do të ndodh. Dashi do jetë ai që do hedh shkëndijën e parë, gjithmonë me vrap e me guxim. Luani, me atë krenarinë e vet, do e pranoj sfidën dhe këtu fillon magjia. Ata do grinden, po, sepse janë dy zjarre, por pajtimi i tyre do jetë aq i fortë sa do harrojnë pse u zun. Do ndërtojnë pallate bashkë, do bëjnë para dhe do jenë çifti që të gjithë e kanë zili për energjinë, fati, janë të destinuar për jetë luksoze dhe për të qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Asnjëri nuk e lë tjetrin të bjerë poshtë. 2. Demi dhe Akrepi, bashkimi i shkëmbit me Detin, kjo është lidhja më e rëndë e zodiakut. Këtu nuk ka lojra, këtu ka pasion të pastër dhe besnikëri deri në vdekje, si do të ndodhë. Demi do ofrojë qetësinë dhe sigurinë, ndërsa Akrepi do sjellë atë shikimin që të lexon shpirtin. Kur sytë e tyre takohen, bota jashtë pushon se ekzistuari, kanë një kimi që të tjerët nuk e kuptojnë dot. Mund të rrinë në heshtje për orë të tëra dhe prapë të thonë gjithçka. Demi e zbut egërsinë e Akrepit, ndërsa Akrepi i jep Demit atë adrenalinën që i mungon, fati. Ky çift nuk ndahet kurrë. Janë ata që do i shihni pas 50 vitesh duke ecur kapur për dore, sikur sapo janë njohur. Kanë një forcë magnetike që i mban të ngjitur për gjithmonë. 3. Binjakët dhe ujori, uragani i mendjes, harrojini lulet dhe çokolladat, këta të dy dashurohen pas inteligjencës së njëri tjetrit. Janë shokët më të mirë dhe dashnorët më të çmendur, si do të ndodhë, do njihen duke debatuar për diçka apo duke qeshur me një shaka që askush tjetër nuk e kupton. Janë dy mendje që fluturojnë lart, nuk do mërziten kurrë. Sot do jenë në një qytet, nesër do nisin një biznes të ri, pas nesër do shpikin diçka. Kimia e tyre është si elektriciteti, gjithmonë në lëvizje. Ujori i jep drejtim ëndrave të binjakëve, ndërsa binjakët i japin ngjyra jetës së ujorit, fati, do kenë një jetë plot aventura. Shtëpia e tyre do jetë plot me libra, pajisje teknologjike dhe njerëz interesant. Janë çifti i cullt që nuk plaket kurrë. 4. Gaforja dhe peshqit, oqeani i emocioneve, nëse ekziston parajsa mbi tokë, ajo gjendet në shtëpinë e këtyre të dyve. Ky është bashkimi i shpirtrave binjak, si do të ndodhë, do ndjejnë një ngrohtësi që në sekondën e parë. Gaforja do dojë ta mbrojë peshkun, ndërsa peshku do e bëjë gaforen të besojë te mrekullit. Këta nuk kanë nevojë për fjalë. Kur njëri është i trishtuar, tjetri e ndjen në zemër pa e parë fare. Kimia e tyre është e butë, si drita e hënës mbi ujë. Janë njerëzit që qajnë bashkë nga gëzimi dhe qëndrojnë pranë njëri tjetrit në çdo stuj, fati, janë të shkruar për të krijuar një fole të ngrohtë. Do jenë prindërit më të mirë dhe do krijojnë një harmoni që rrallëherë shihet në këtë botë kaotike.